Edhe njërin nga të akuzuarit për dhunën e përgjakshme në Kuvend drejton gishtin nga DSK-ja si organizatore kryesore e ngjarjeve të 27 prillit. Ninja tha se i gjithë koordinimi është bërë në shtabin e VMRO-DPM-s. Vijon debati publik për ndryshimet kushtetuese, kryeministri Zaev paralajmëroi që në të ardhmen në dokumentet personale, qytetarët do të mund të përcaktohen vetë për përkatësinë etnike. Korupcioni vazhdon të zgjerohet si kancer në shoqërinë tonë. Më të korruptuara rezultojnë të jenë institucionet shtetërore. Nga ana tjetër, ngec formimi i Komisionit Antikorrupsion. Qeveria po e monitoron situatën me rritjen e çmimit të bukës në disa fura të caktuara. Për zëvendës kryeministri Nangjushev, situata nuk është alarmante. VMRO akuzon pushtetin për papërgjegjësi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka konfirmuar se 3 projekt ligje të cilat i japin rrugë transformimit të FSK-s në kapacitete ushtarake do të votohen më 14 dhjetor. Në ato i bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit për qetësi dhe përmbajtje. Jeni me lajmet, edhe njëri nga të akuzuarit për dhunën e përgjakshme në Kuvend drejton gishtin nga DSK-ja si organizatore kryesore e ngjarjeve të 27 prillit. Aleksandar Vasilevski Ninja sot zbuloi se koordinimi i të gjitha aktiviteteve për këtë edicion informativ. Bashkë më pafshim.